Mbështetja dhe bashkëpunimi i tyre institucional janë dëshmi se kjo çështje po trajtohet me seriozitetin më të madh dhe përgjegjësinë që e meriton. Në këto momente vendimtare të zëshme për vendin, dallimet politike bien dhe mbeten vetëm ajo që na bashkon të gjithëve, dinjiteti i Kosovës. Njëkohësisht ftojmë edhe kryetarët e tjerë të komunave që të përfshihen në këtë mision kombëtar dhe patriotik, duke dhënë kontributin e tyre në një moment vendimtar për dinjitetin dhe të armën e Kosovës. Jemi në javën e fundit para një vendimi historik. Me datën 9 të këtij muaji nis faza finale e gjykimit në Hag. Një fazë që nuk ka peshë vetëm juridike, por edhe morale, historike dhe politike për vendin tonë. Kjo javë nuk është thjesht një afat procedural, është java kur fjala e fundit po afrohet. Është java kur Kosova po shihet, po peshohet dhe po gjykohet në sytë e botës. Dhe në këto momente, heshtja nuk është neutralitet, heshtja është mungesë qëndrimi. Prandaj, liria ka emër njofton dhe njëkohësisht fton qytetarët e Kosovës në marshin më të madh që ka parë ndonjëherë vendi ynë, një marsh qytetar paqësor, dinjitoz dhe gjithëpërfshirës, një marsh për drejtësi dhe jo politik, një marsh jo kundër dikujt, por për dinjitetin e Kosovës, për të vërtetën dhe për respektimin e sakrificës mbi cilën është ndërtuar liria jonë. Ne besojmë se drejtësia nuk mund të jetë shkëputur nga e vërteta historike. Besojmë se proceset juridike nuk mund të lexohen pa kontekst, pa realitetin e asaj se çfarë ka ndodhur, pa agresorin dhe pa viktimën. Dhe besojmë se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë morale të shprehin qëndrimin e tyre në mënyrë paqësore dhe të organizuar. Marshi që po e thrasim është marsh i qytetarëve, është marsh i familjeve, është marsh i të rinjve, intelektualve, punëtorëve, është marsh i veteranëve, atyre që e luftuan, por edhe i gjithë atyre që e mbajnë mend luftën.